Jemi drejt për drejt në Kosova Live, si që jemi drejt për drejt përmes një lidhje direkte me ish-kryetarin e Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, cili ka folur lidhur me vendimet e fundit që po ndërmerren në komunën e Zubin Potokut, duke paralajmëruar se kryetaret e rinj serb përmes listës serbe po bëjnë përpjekje të orkestruara për largimin e punëtorëve shqiptar nga institucionet komunale. Zeqiri, mirë se ardhet, faleminderit shumë për kohën. Mirë se u gjeta, faleminderit për hapësirën. Faleminderit për këtë inkuadrim. Pra probleme të tilla kemi pas gjithmonë, sa ka pas qeverisje, qoftë nga lista serbe, por në përgjithësi këto keqkuptime që kanë qenë me punëtorët që janë të komunitetit shqiptar. Por nga këto informacione që keni tani për tani, çka po ndodh? Ka largime nga puna? Në komunën e Zubin Potokut akoma nuk ka diçka të tillë, nuk është marrë ndonjë vendim të tillë, po komuna tjera siç duket Veriu i Mitrovicës, veçanërisht Leposaviç, veç janë marrë disa vendime të tilla dhe nuk përjashtohet mundësia do të thotë edhe këto merren sepse këta veprojnë të tillë, do të thotë kanë me një orkestrim, do të thotë që më tepër janë vendime politike dhe arbitrare se sa ligjore. Mirë po, në komunën e Zubin Potokut akoma nuk kanë marrë ndonjë vendim të tillë, s'do të thotë që ditëve në vijim mund ta marrin, mirë po, këto unë i kam qujtë edhe i qujtë të tilla janë vendime arbitrare dhe janë ma tepër politike për konsum të mbrëmshëm, siç din këta të sillen me politikë duke prodhuar urrëtie ndaj të tjerëve dhe këto në shosit të tilla. Mirë po, mas pakti janë ligjore. Po, natyrisht, shqetësimin tuaj e kuptojmë edhe pse tha që në Zubin Potok ende nuk ka, por nga informacionet që i keni, me që dhe po e quani një lloj orkestrimi, çka dini deri më tani? Cilat janë vendimet që janë marrë në komunat e tjera? Po siç e dini, qysh nga pranim dorëzimet e detyrave, do të thotë, ditën e parë kur kemi bërë, për marr shembull në komunën e Zubin Potokut, kur kemi bërë pranim dorëzimin, ata fillimisht se kanë marrë detyrat në një formë e kanë larguar fotografin pe mas që është konë atë dhe me do fotografi të dalshin për opinionet e ty nëse qoja që tash i murën që me thonë detyrat dhe pa simbole, kurse simbolet ishin skojnë veç i kanë zhvendos në një skaj onash, sa për në fotografi mos më dukt, kështu që këto janë ato vendimet ato që është me thonë sjelljet e tyne për konsumet mbrëmshme politike se gjoja na apo din do të funksionojnë në një formë që është kanë funksionuar edhe më përpara me qenë se kjo është kot fare, mirë po edhe këto vendime që po merren shembull këto janë vendime arbitrare sepse akoma, por po flas për komunën e Zubin Potokut, nuk i ka kabinetet, nuk i kanë themeluar që duhet, as drejtoritë që kanë zgjedh, as me emrime po të flas, që ka të drejtë të zgjedh kabinetin të emroj drejtorat e drejtorive, natyrisht është një pjesë e personelit dhe rreth zyrët kryetarit që mundet me emrime me. Këta nuk i kanë botë gjitha ato, nuk i kanë kompletuar. Natyrisht ka punëtor të punësum edhe serbe dhe shqiptar që kemi arrit me punësu, jo për t'i kompletuar krejt dikasteret, mirë po, janë ata që janë. Dhe tash çfarë po bojnë ta? Po marrin masa ndaj një pjesët punëtorëve shqiptarë, se me largime, po ashtu të punësia se unë shoh ka presion, kanë presion edhe ata punëtorë serb, do të që janë pranuar më përpara gjatë administrimit tonë. Këto ato që janë për të kontribuar shërbimit qytetar, natyrisht që zyret e dikasteret kanë pas nevojë dhe kanë nevojë për të plotësuar me punëtor, me profesionistë të ndryshëm, po është e tyne hapin konkurse dhe mund pranojnë punëtorët. Do të për të plotësuar zyret, një pjesë e kanë, pjesë teknike, themi ashtu, është që janë punësuar në bazë procedurave ligjore me konkurse dhe nuk mund shkarkohen bashkë ashtu. Nuk janë këto emrime politike. Po, zotëri Zeqiri, arsyetimi i listës serbe ishte që ata kanë përfunduar kontratën 6 mujore për cilën kanë qenë të angazhuar. Në anën tjetër ju thoni se konsideroni si hakmarrje. Cila qëndron sipas informacioneve që keni? Ja, qëndrona është për këto mundë në bazë ligjore, në bazë procedura ligjore. Secili konkurs që do të hapet e që është hapur, është do të thotë dhe konkurojnë, do të thotë njerëz të ndryshëm, dikasteret të ndryshme profesionale, se vetë procedurat ju s'ta lejojnë shembull, nuk të lejojnë me vazhdu konkursin nëse si plotësojnë kushtet. Dhe natyrisht është një proces që sot 2 muaj ditë mas pafti ose 3 muaj derisa një muaj i hapur konkursi, një muaj
dhe kjo është procedura ligjore të pranimi i punëtorëve. Dhe në qoftë se pranohen, do të t'i kalojnë procedurat, ata pranohen faza e parë, 6 mujore i parë, ose një formë e njohjes me punë, trajnimit dhe do të thotë kjo është ajo. Me mundësi vazhdimi gjithmonë. Ai duhet largohet, ai pranohet për punë përhershme dhe ai do të thotë duhet me pas komisione disciplinore, domethënë të ngritura nga administrata komunale për me përcjell punën e secilit dhe shku ka në agrezencë ligjore, pse jo, merren në masa disciplinore përmes komisioneve disciplinore dhe merr komisioni disciplinor merr vendime, ju kryetari së qoftë dikush tjetër shembull, dhe unë e di që këta po munohen me gjetë një uniformë, i lexojnë do varnenesh e ligjesh, po kërkun nuk janë inkuadru theme ashtu as sistemu në procedurat e sistemin ligjor të Republikës Kosovës. Në këtë periudhë të shkurtër nga zgjedhja. Dhe i lexojnë disa nene sa i përket këtyre masave që po i marrin, po unë e quaj masa arbitrare se duhet themelush komision disciplinor dhe natyrisht ai që na angazhon se shef nuk është ai vetë që punë tash një punëtor pse mundë me ndaj vendim politik, sepse ti është e nevojshme me pas se cilët gaster me pas shërbimet e veta që ka nevojë shumë, kanë këtu në komunë nevojë shumë. Nuk janë veç këta, është element veç baza elementare e punësimeve është. Këta kanë hapësinat punësimeve të gjitha dikastere. Ta më tepër duhet fokusohen qysh me funksionalizu, jo qysh edhe që të pjesë që është mirë të largohen në një formë nga puna, se për e marrë një shembull, ju lutem, në qoftë se në kjo një hapësinë. Person, në qoftë se vjen të një bojkot si që din këta me bosham, e ki pjesën administrative që në funksion të iman shërbimet ndaj qytetarit, ta pe godosin edhe që të pjesë do të zëfurme. Pse? Tash, këta janë orientu ka pjesa shqiptare për ato konsumet e mbreshme, se s'ka dihet për legjerit etnive që jetojnë shembull në për këto komuna, si që për marrë shembull komunën e Zubin Potukut. Na përbojmë etnikisht jemi do të 12-15% me statistikat verifikueshme. Dhe tani, edhe punësimi, edhe buxheti, edhe gjithë shkafi na takon bazë përqindjes. Aty do të thotë këtu janë ligjërisht që na takojnë. Por nuk shoh këtë problem. Unë shoh këtë problem, ta po bojnë filma, të ashtu, politik për konsumet mbrëmshme se çorti tash na bojnë bajagje në mos, po marrë mos të ndaj shqiptarve, lutem që kjo prodhon të anë edhe matkësia. Po, e kuptoj, aty ku s'ka, në këtë periudhë kohore, prodhon urrejtje ndëretnike, dhe natyrisht që këtu cilin probleme. Po, në këtë periudhë të shkurtër që nga zgjedhjet dhe rezultati, a ka pasur punësime të reja të serbëve në Zubin Potok? Gjatë kohës sa unë kam qenë kryetar komune, ka pas edhe janë të punësuar. Jo, po flasim për këtë periudhë tjetër, që kur s'jeni jo. Akoma nuk kemi arritur do të të plotësojmë dikasteret e nevojshme me punëtor, se natyrisht marshin ku procedurët e lëfshin profesionistë të lëmimet të ndryshme që s'kemi mund me i plotësu. Jo, në fakt, po flisja, zotri Zeqiri, po flisja për këtë periudhën që nuk jeni ju, për të lidhur me këtë që e thatë, se edhe në lidhjen e kaluar e keni shprehur këtë shqetësimin tuaj që gjithçka do të jetë realisht politike dhe mbase kjo lidhet edhe me këtë që e deklaruat më herët se ka një lloj presioni edhe ndaj vetë punëtorëve serbë. Po, shumë e vërtet. Po. Është e vërtet, po. Çka pritni se mund të ndodhë? Në çfarë situate është për momentin në Zubin Potok, në këto situata dhe rrethana që është për momentin? Politike si që ju po e quani? Unë, mendimi im me këto, dita mirë tregon mëngjes. Unë muna dhe mendoja si suj, në qoftë se ka këso qasje politike, kjo administrate cila ka orë, tash edhe është në funksion natyrisht ligjërisht mbos procedurave dhe vazhdon të punoj kështu. Kjo nuk do t'i shërbej qytetarit, as serbit që këta tjerën shumë se, po as të tjerëve, sepse nuk janë format e cilat të funit administrata jemi shërbys, themi ndaj qytetarit, i kemi obligime ndaj qytetarit. Që të forma, çfarë këta ja ka nisë me përdorë nuk po i shërbejnë qytetarit. Këta nuk janë të fokusuar të ofrojnë shërbime qytetarit, po janë të fokusuar të marrin disa masa të cilat mund prodhojnë
do të thotë edhe elementet më tjetër të urrëties dërretnike që ta nashi me bo zhurma politike. Po, urojmë që kjo mos ndodhë, zotri Zeqiri, edhe në fakt nuk kemi diçka shumë të konfirmuar, ishin fjalë, themi kështu që po largohen punëtorët, ishin 2 raste që raportuan para 2 jave, megjithatë po vazhdon të jetë kjo temë dhe si përfundim, mund të themi që shqiptarët po diskriminohen në komunat veriore nga këto informacione që keni se ish kryetari një prej komunave? Në qëto raste çfarë unë kam mujt me do të thotë në Zveçan edhe në Verit Mitrovicës, nuk e di edhe në Leposaveç këtu këtë atësoj, do të thotë, unë kujtoj që këtyne për ju vjen era në një urrëtie ndëretnike dhe mos ndaj etnisë shqiptare. Sepse nuk unë edhe më parë tregova, nuk është të thonë shembull i punësuarja a është serb, a është shqiptar, shërbyesi civil, beson që është shërbim qytetarit, por është me rëndësi a është negligjencë ndaj punës, a përfil ligjin a i shërben qytetarit. Dhe tani, këta po marrin disa vendime të tilla pa ngritjen e ndaj komisionit disciplinor. Në për gjitha dikasteret ekzistojnë komisionet disciplinor të ngritura pe vetë dikasterit. Qoftë pe komunet, qoftë pe ministrijet, qoftë pe departamenteve të ndryshme, është komisionit disciplinor i cili merret me çdo punë. Ta po marrin vendime politike, po marrin vendime kryetarë, drejtorë, administrata e tyre do të thotë kryesisht ato afër kryetarit. Unë këto pesho që nuk është ligjore se s'merren vendime të tilla për pa ngrit të komisionit disciplinore dhe natyrisht me përcjell punët e secilit dhe është natyrshme, është ligjore me marrë mosa në qoftë se ka neglizhencë ndaj punës. Nëse i kuptoj shumë shqetësimi juaj, do të thotë është përmes komisioneve disciplinore që s'ka është në rregull. Jo me çdo vendime çfarë këta e marrin një vendim, dalin e largun dikon për punë e sen, nuk shkojnë bez bashkëshortë. Shumë i kuptueshme edhe shqetësimi juaj natyrisht, unë besoj që ju pavarësisht që nuk jeni kryetar do të vazhdoni të jeni i zëshëm apo jo ndaj atyre që ju shqetësojnë, gjithashtu si qytetar. Po, do të shoftën e kjo kthej, ju kam kthyer vendit punës aty ku kam qenë si zyrtar për kthim dhe rrjat dhe sem pranë zyrës komunale për komunitetin e cila është në komunën Zubtër, fshatin Çabër. Natyrisht jam punuar edhe komunal shërbyese e qytetarëve, unë 2 dekada më shumë kam punuar atë punë dhe beri që kam pas marrë mandatin e kryetarit në Kumrije, vendin e punës dhe natyrisht tash i Kumri kthya vet. Mirë po, si do të qoftë unë jam një akter, edhe një punëtor komunal, do të thotë që jam i qësoj administratës, që do që vjen, po jam natyrisht shërbim qytetarëve, po edhe një akter politik, natyrisht që nuk rriu në gojë mbyllur për këtu masa do të thotë që merren të pa drejta, mund të them, natyrisht do të jem gjithë... Shumë mirë bëni. Faleminderit shumë për lidhjen sot. Punë të parë, zotri Zeqiri. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Faleminderit. Faleminderit për hapësinën.